Të nderuar teleshikues, të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin, ja kemi së bashku në takimin ton të përjavshëm Besimi Krishter Orthodoks. Do të flasim një temë që titullohet Veprat e Mishit. Jemi bazuar tek letra Apostullit Pavli drejtuar Galatasve, kapitulli 5, vargu 19 dhe 21, le ta lexojmë këtë pjesë dhe ta komentojmë. Dhe veprat e mishit janë të dukshme, të cilët janë kurvëria, papastërtia, shturja, idojtaria, magjit, armiqësit, grindjet, xhelozit, zëmërimet, zënkat, porçarjet, sektet, smira, vrasjet, dejet, gostitë e shfrenuara dhe të ngjashme me këto, për cilat po ju paralajmëroj, siç u kam paralajmëruar edhe më parë, se ata që bëjnë të tilla nuk do të trashëgojnë mbretërinë e Perëndis. Si ti kuptojmë këto fjalë të Apostullit Pavlit ose më konkretisht kur thot veprat e mishit. Tu nuk kupton trupin, mishin ton, që është një krijim i Perëndis, një krijim i mirë i Perëndis, por natyrën njerëzore të roboruar nga instinktet dhe pasionet mishore, pra ata që thjesht bëjnë një jetë biologjike, shtazore, vetëm udhëhiqen nga instinkti, duke mos i kontrolluar ato, duke kthyer kjo në një pasion dhe duke dëmtuar shpirtin. Pra, duke mos qenë njeri shpirtëror, por vetëm mishor. Trupi është i mirë, si tham, sepse është i krijuar nga Perëndia për dheu, dhe aq më tepër trupi ynë njerëzor u mor prej Krishtit dhe u shenjtrua. Por flasim, njeriu quhet mishor ose bën veprat e mishit kur ai është i nështruar instinktit dhe pasionit mishor. Shën Joan Gujardi thotë se ai nuk e quan mishin shkaktar të së keqes, por vullnetin e shtrembruar, sepse edhe trupi është shërbëtor i shpirtit kur drejtohet nga virtuti. Pra, trupi është banesa e shpirtit, është instrumenti ose shërbëtori i shpirtit për veprat mira dhe për veprat këqija. Kështu që etrit shpesh i grupojnë këto veprime si disa kategori, pra flasim për veprat e mishit. E para, mëkatet të papastërtisë, që janë kurvëria, papastërtia, shturja. Mëkate kundër Perëndis, idhujtaria, magjit. Mëkate kundër të afërmit, armiqësit, grindjet, zënga, porçarjet, sektet, smira, vrasjet. Mëkatet e mungesës së vetëpërmbajtjes, dejet dhe gostitë e shfrenuara. Dhe Apostulli Pavli, për t'ju kundërvënë këtyre veprave të mishit ose mëkateve, ai vendosë frytet e shpirtit shenjtë: dashuri, gëzim, paqe, durim, mirësi, bamirësi, besnikëri, butësi dhe vetëpërmbajtje. Mesazhi i Apostullit Pavlit nuk është dëshpërimi, pra për njerëzit që jetojnë sipas veprave të mishit në instinkte dhe pasione, por thirrja për pendim dhe shëndërim. Askush nuk është, si them, i shfuqizuar ose i pa nxitur ose pa kontrolluar nga instinktet dhe pasionet, sepse derisa ne kemi një mish, patjetër që mishi kërkon dëshirat e veta, instinktet e veta. Por tham që neve trashëgojmë edhe mëkate prindërore, por mëkate dhe që i fitojmë gjatë jetës. Kështu që të gjithë kemi instinkte të cilat janë të kontrolluara dhe mëkatare kthehen në pasione. Prandaj, Apostulli Pavli flet jo në kuptimin e dëshpërimit, që do të thotë që këta njerëz që kanë këto veprime mëkatare mishore janë të pashpëtuar, por ai nxit në pendim. Pra, brenda kohës dhe hapësirës që jemi neve në këtë botë, ne kemi mundësi të ndryshojmë. Dhe kjo bëhet nëpërmjet besimit, nëpërmjet pjesëmarrjes misterore në kish dhe nëpërmjet mjeteve që ka dhënë kisha, lutja, kreshmimi, pendim, rrëfimi, kungimi dhe të gjitha. Sepse Apostulli Pavli thotë dhe një fjalë tjetër te Galatasit: dhe ata që janë të Krishtit e kanë kryqëzuar mishin bashkë me pasionet dhe dëshirat. Pra, njeriu, edhe pse ka natyrë mishore, instinktive dhe pasione të trashëguara dhe të fituara, ai mund të shpëtojë prej tyre, jo vetëm, këtë ka të pamundur, por në Krishtin. Duke bashkuar me Krishtin, njeriu bëhet një krijesë e re. Të gjitha të vjetrat shkuan. Prandaj apostulli na nxit që neve duhet të mos i nështrohemi instinkteve dhe pasioneve, veprave të mishit, por të bëhemi njerëz shpirtëror, duke besuar në Perëndin, duke u bashkuar me Krishtin me anë të Shpirtit Shenjtë. Sipas etërve të kishës, veprat e mishit që përmend Apostulli Pavli nuk janë thjesht veprime të jashtme, por shprehje të pasioneve që lindin në zemrën e njeriu.
E tha dhe Krishti përpara apostullit Pavlit, që nga zemra e njeriu dalin kurvëria, blasfemi, vjedhja, mashtrimi, vrasja, të gjitha. Pra nga zemra çfarë është? Zemra nuk është thjesht muskuli që pompon gjak, zemra është shpirti ynë. Atje në shpirtin ton, nëse ky është një shpirt me mëkatin e trashëguar dhe mëkate personale, aty pra fabrikohen, prodhohen dhe dalin në sipërfaqe nëpërmjet gjymtyrëve tona ato që neve dëshirojmë. Pastaj ato dëshirohen dhe veprohen dhe bëhen mëkate. Por le të japim një shpjegim të thellësishëm për gjithë veprat e mishit. E para, kush është kurvëria? Kurvëria janë marrëdhënie seksuale jashtë martesës së bekuar nga Perëndia. Por ne të krishterët, marrëdhënia burr-grua, që është një marrëdhënie heteroseksuale, pra mashkull dhe femër, patjetër që është një dhuratë e Zotit, por dhe duhet të jetë e bekuar në kish. Pra, Zoti është ai që krijoi çiftin e parë, Adamin dhe Evën, i bekoi dhe shenjtëroi shtohuni dhe shumoni. Zoti është ai që krijon dhe bekon dhe shenjtëron çdo çift njerëzor. Prandaj, nëse neve kryejmë një marrëdhënie seksuale jashtë martese, dhe po flasim këtu për martesën e bekuar në kish, kisha e konsiderohet si kurvëri. Por këtu flasim edhe për martesën e cila bëhet edhe në shtet. Kisha e pranon martesën e shtetit, se është një përgjegjësi të një çifti dhe nuk pranon bashkëjetesën, por martesën civile e shenjtëron, pra e vulos me hijen e Perëndisë. Shënjo Angujarti thotë se kurvëria erson mendjen dhe bën njeriu skllav të kënaqësive trupore. Fatkeqësisht sot është një brez që nuk ka standard moral, nuk e vlerëson martesën, aq më tepër nuk e bekon martesën dhe kështu jetojmë në një brez që ka një ulje të konsiderueshme të moralit. Madje brezi që jetojmë sot quhet nga Zoti brezi pabes dhe imoral. Pabesia na ka sjellë në amoralitet. Kështu që duhet të kemi kujdes nga ky mëkat që është një mëkat që dëmton jo vetëm shpirtin, por dhe trupin, sepse thotë apostulli Pavli, çdo mëkat që bën njeriu është jashtë trupit, kurse ai që kurvëron në trupin e vet. Por le të flasim edhe për një tjetër vepër të mishit, papastërtia. Çdo thot papastërtia, nuk e ka fjalën këtu për pastërtinë higjienën, por e ka fjalën për çdo mendim, dëshirë, fjalë apo veprim të papastër që shigjeton ose prodhohet dhe del nga mendja jonë. Shën Vasili i Madh përfshin këtu fantazitë e ndyra dhe dëshirat e ushqyera me vetdije. Prandaj, Shën Vasili i Madh thoshte, unë nuk jam i virgjër, pavarësisht se ai ishte i virgjër, sepse në mendjen time kaloi mendimi për një grua. Pra, problemi është se mëkati dhe gjitha mëkatet fillojnë nga mendimi, kështu që duhet pasur kujdes të kemi një mendje të pastër nga mendimi. Lufta më e madhe është lufta tek mendimet. Dhe si thon etrit e kishës, ne nuk duhet ta lejojmë mendjen tonë si një aeroport ku ulen avionat, tek këtu e ka kuptimin për mendimet. Por gjithmonë ata duhet të kalojnë, ose si një autostradë ku vetëm makinat kalojnë, por nuk dalojnë. Në momenti që ndalon një makinë në autostradë, ju e dini se çfarë bëhet, një aksident i madh, ku aty ndalojnë të gjitha makinat e karamohen me njëra tjetrën. E njëjta gjë është me mendimin mëkatar. Kur ai injektohet nga djalli, ose nga fantazia jon, ose nga dëshira jon, atëherë nëse ai mbetet aty, ai sjell të gjitha mëkatet e tjera. Dhe kështu gjendja jon bën shumë konfuze dhe pastaj mendimi kërkon dëshirë, dëshira bëhet veprim dhe veprimi pastaj është një mëkat. Po le të flasim për tjetrën, për shturja. Çdo thot shturje, humbja e turpit dhe e vet përmbajtjes, mëkati bër haptazi pa pendim. Perëndia si them, e veshi njeriu me turp. Dhe turpi është si them një parandales për mëkatin. Por fatkeqësisht në kohën e sotme njerëzit e han turpin me bukë thon, ose nuk kanë turp, është plasur cipa. Dhe njerëzit jo vetëm mëkatojnë, por mëkatet i bëjnë publike, mëkatet i shfaqen, mburren me mëkatin e tyre. Pra jetojmë në një kohë pa turpësie. Dhe kjo është një nga shenjat e fundit të këtij brezi. Kur thuhet që Shën Solomeja e pyeti Krishtin, kjo është pjesë e traditës së kishës, kur do vi fundi i botës, dhe Krishti në traditë, siç e transmeton dhe kisha,
i tha Solomes, kur juve grave t'ju humbi turpi. Fatkeqësisht shikojmë që gjinia femërore, jo se përjashtojmë gjininë mashkullore, por gjinia femërore në shumë të raste ka humbur turpin. Zhvishet publikisht, sillet me arrogancë, ri në mënyrë të shfrenuar dhe pa turp, po ashtu ekspozon trupin e vet, po ashtu flet në mënyrë të pamoralshme, me fjalë që nuk janë etike, dhe këtë bën gjinia femërore që në vetvete gjinia femërore duhet të jetë e veshur me turp. Stolia e një vajze është turpi, po sot ka humbur turpi. Shëm Klementi Aleksandris e quan guxim për të mëkatuar pa turp. Pra, paturpsinë e quan guximin për të mëkatuar pa turp. Por flasim edhe për idhujtarinë. Çfarë është idhujtaria? Idhujtaria është të besosh dhe të adhurosh objekte të cilat janë të pashpirt, të krijuar nga mendjet njerëzore dhe nga duke u përshtatur pasioneve njerëzore. Dhe ta konkurrojë ky idhull Perëndin. Dhe nuk flasim vetëm për statuja, objekte, rite të krijuar që nga lartësia, nga paganët, dhe vazhdojnë dhe sot e kësaj dite, ku njerëzit mbajnë hajmalira, mbajnë gjëra fatësielse ose ju falen idhujve të krijuar me duart e veta, por kemi edhe disa idhuj të kohës sotme, idhujt modern, pasuria, pushteti, seksualiteti, kënaqësia, domethënë, dhe gjitha këto janë idhujt e kohës sotme. Shëm Maksim Rrëfysi thotë se pasioni bëhet idhull kur sundon zemrën. Prandaj, kur kemi një pasion i cili na kontrollon dëshirat dhe energjitë shpirtërore dhe pastaj të gjithë gjymtyrët tonë, atëherë ai nuk është thjesht një pasion, është një idhull, është një demon i cili na kontrollon të gjithë aktivitetet e jetës sonë dhe gjithë energjitë tona. Por le të flasim për magjitë. Çfarë është magjia? Magjia është një kontratë me djallin që fatkeqësisht djalli premton se mund të rregullojë të gjitha, por ai kërkon vetëm një gjë magjistarit, kërkon shpirtin e magjistarit dhe të dëmtojë jetët e njerëzve. Këtu nuk flasim vetëm për magjin, flasim për fallin, për hajmalin, për horoskopin, për parjen e letrave, e për gjithë praktikat okulte magjike që futen gjitha bashkë, të cilët pretendojnë se mund të japin mesazhe të ardhmen ose mund të rregullojnë gjërat pa Perëndin. Pra duke përjashtuar Perëndin dhe duke kërkuar ndihmë nga forcat okulte, forcat e fshehta, por mbrapa atyre janë gjithmonë demonët. Etrit e konsiderojnë magjinë si mohim i besimit në providencën hyjnore. Prandaj magjia dhe ateizmi është njësoj. Flasim për armiqësitë. Armiqësi do thotë urrëtia dhe mbajtja e zemërimit kundër tjetrit. Dhe Shën Siluanaj thoshte se ai që nuk e do armikun e tij ende nuk e ka njohur plotësisht Perëndin. Pra, armiqësi fatkeqësisht kemi në shumicën e rasteve, madje edhe besimtarët, dhe ndonjëherë neve justifikojmë armiqësinë kundër armiqve. Do të thënë ata nuk na duan dhe ne nuk i duam. Por Krishti tha diçka tjetër, bekoni armiqtë tuaj. Bekoni, mos i mallkoni. Por edhe ku duket vërtet që ne jemi bërë krishterë? Duket ku ne nuk bëjmë armiqësi në zemër. Nuk kemi dëshirë për akmarrje, por e falim tjetrën, e bekojmë tjetrën, lutemi për tjetrin, për armikun ton. Këtu tregon se ne jemi bërë njerëz të ri, jemi bërë të krishterë, jemi bërë si Krishti, i cili nuk u hakmon, nuk shau, nuk mallkoi armiqt, por ai bekoi dhe u lut për ta kur ishte në kryq. Grindjet. Grindja është prirja për debate, konflikte dhe kundërshtime nga krenaria dhe egoizmi. Njerëzit grinden sepse janë egoist, ju pëlqen mendja e vet, duan të dalë e tyrja dhe kërkojnë të grinden, dhe kjo grindja pastaj shkon edhe në situata pa kontroll, shkon në debate të forta, shkon pastaj edhe në konflikte dhe mund shkojë edhe në krime. Xhelozit. Zilia ndaj të mirës dhe tjetrit ose smirën për suksesin e tjetrit. Fatkeqësisht xhelozia është si një krim që gryen zemrën e atij që e ka xhelozin dhe është një torturë të mërshme, por është dhe një fatkeqësi e madhe, si për atë që e ka dhe e përdor, dhe për atë që dëmtohet nga xhelozia. Duhet dim se xhelozia i ka sjellë shumë të këqija njerëzimit, nga xhelozia dhe të smira fariseve u kryqëzua dhe Krishti, dhe po ashtu dhe në kish kemi xhelozi dhe të smirë, dhe kemi shumë viktima nga xhelozia, të cilët Zoti i lartësoi dhe janë shenjtor, si shenjtor për shembull Shën Johan Gojarti ose
i kohëve tona, Shën Nektari e tjerë shenjtorë të cilët janë luftuar nga brenda institucionit kishtar për xhelozisë. Shën Johan Gojarti e quajnë krim që ha shpirtin, pra shumë e rëndësishme dhe shikoni se sa e rrezikshme është. Zëmërimet janë shpërthimet e pakontrolluara të inatit. Etrit e dallojnë zëmërimin e drejtë kundër mëkatit dhe kundër blasfemisë nga zëmërimi pasional kundër njerëzve. Zoti e ka lejuar zëmërimin te njeriu, por zëmërimi lejohet vetëm për të mbrojtur të vërtetën e Zotit, moralin dhe jetën e tjerëve. Kurse nuk lejohet zëmërimi pasional egocentrik, pra për të mbrojtur veten ose nakmarrjen. Zënkat dhe ambicjet egoiste është kërkimi i interesit personal, lavdis dhe përfitimit në dëm të komunitetit. Pra, që janë njerëz të cilët krijojnë gjithmonë skandale për interesin e tyre, por duke dëmtuar të tjerët, duke filluar që nga familja, shoqëria, por dhe nga komuniteti, dhe këtu flasim në komunitetin kishtar. Përçarjet janë ndarje që prishin paqen dhe unitetin e kishës, familjes ose shoqëria. Përçarja është gjë e keqe, e rëndë, dhe sidomos kur ajo ndodh në kishë është një mëkat i pafalshëm për ata që nuk pendohen. Shën Johan Gojarti thot ata që përçajnë kishën dhe vdesin të tillë, ata dhe gjak martirit i japin nuk ju falet. Sektet është këmbgulja kokfort në mësimet e gabuara dhe ndarja nga e vërteta e kishës, nga doktrina e kishës, nga jeta e kishës, ose nga si them gjithë institucioni kishtar dhe hierarkia kishtare. Pra, në kishë ne duhet kemi bindje nga lart poshtë. Dhe nëse ne nuk bëjmë të bindje, atëherë ne krijojmë sekte, ndasi, dhe ose nuk i bindemi dhe doktrinës, ose nuk i bindemi ligjeve. Dhe prandaj këto sekte fatkeqësisht kanë ndodhur në komunitetin e kishës dhe kanë sjell shumë përçarje, ndarje dhe gjymtime të trupit të Krishtit. Shën Ignati Mbajsi këshillon besimtarët që qëndrojnë të bashkuar me kishën dhe peshkopin kanonik. Prandaj është e domosdoshme organizimi një komuniteti kishtar, jo thjesht me besimtar, po me një hierarki kishtare, që është episkopi, pritrin, diakonën, nëndiakonët, pastaj vijnë teologët, katekistët, psaltët, epitropët, dhe gjithashtu vazhdon gjithë kjo strukturë. Dhe episkopi është ikona e Krishtit, kryeprifti të madh, dhe ashtu si apostujt ishin të rrethuar dhe qëndronin të bashkuar me Krishtin, ashtu dhe ne qëndrojmë të bashkuar me episkopin kanonik, pra atë që ka vazhdimsi apostolike. Smirat është trishtimi për të mirën e tjetrit dhe dëshira që ai të humbas atë. Pra dhe smira është, si them, është njësoj me xhelozin, por është më agravuese se xhelozia. Pra, xhelozia është të kesh, si them, të bësh xheloz, mos të vi mirë për gjën e tjetrit, kurse smira është jo vetëm të mos vi mirë, po ta dëshirosh ta përfitosh ose ta shkatrosh tjetrin. Sipas Shën Vasilit, smira është pikëllimi për lumturinë e vllajt. Pra ti nuk kënaqesh ose nuk të vjen mirë kur tjetri përparon, edhe në jetën shpirtërore. Ashtu si xhelozia dhe smira i kanë sjellë shumë të këqija kishës. Vrasjet, jo vetëm marrja e jetës fizike, po sipas Zotit dhe urrejtja të çon në vrasje, si tha Krishti. Nëse ti urren pa shkak vllahun tënd, ti ke bër vrasje. Pra vrasja fillon nga urrejtja. Urrejtja është mendim që mbush me energji negative mendjen, zemrën, shpirtin, por që reflektohet edhe në trupin. Dhe nëse ne nuk e komandojmë urrejtjen, urrejtja patjetër mund na çojë në vrasje. Këto vrasje janë fizike, janë vrasje shpirtërore, janë vrasje morale, prandaj duhet kemi kujdes se vrasja ka një këndvështrim shumë të gjerë. Dejet, humbja e thjeshtësisë përmes alkoolit ose drogës, çdo gjë që robëron mendjen. Shën Johan Gojarti thotë se deja është vullnetarisht çmenduri dhe të deurit i hap rrugë dhe i marri. Gostit e shprenuara jetë dhënë pas teprimit argëtimeve të shturura dhe kënaqësive pa mas. Pra që njeriu patjetër mund të gëzojë dhe të mblidhet me miq, me familjen, por duhet pasur kujdes, çdo gjë do masën e vet. Edhe ato të mirat e tepruara, si mjalti i tepërt bën dëm. Kështu që edhe gostit e shprenuara që bëjnë qëllim ose argëtimi
që të marrë gjithë kohën dhe gjithë shpenzimet, patjetër që është me vepër e mishit. Dhe të ngjashme me këto, thot Apostulli Pavli, pra apostulli nuk e përcakton listën me, si them, duke përmendur 16 nga këto veprat e mishit, por është e hapur lista dhe në kupton çdo pasion që largon njeriu nga Perëndia dhe nga dashuria dhe patjetër që ai njeri që nuk ka Perëndi, nuk ka dashuri për të afërmin, patjetër që ai do hyjë në këtë kategorinë e veprat e mishit. Etri theksojnë se këto vepra nuk duhen të shihen vetëm si shkelje ligjore, por si sëmundje shpirtërore, pra si pasione që kërkojnë shërim. Ilaçi është pendimi, rrëfimi, kreshmimi, agjerimi, lutja, përurësia dhe pjesëmarrja në misteret e kishës. Misteri primar, hyrjes në kishë, misteri pagëzimit, misteri mirosis, i pendim rrëfimit, i kungimit. Dhe i evqelis, po ashtu, është dhe ai përmbjesën e mëkateve dhe shërimit të pasioneve të mishit. Përballë veprave të mishit, thashë Apostulli Pavli vendos edhe të kundërtën, që janë frytet e Shpirtit Shenjtë, dashuri, gëzim, paqe, durim, mirësi, bamirësi, besnikëri, butësi dhe vetëpërmbajtje. Dhe këto janë shenjat e jetës së re të Krishtit. Pra, ne do të shikojmë, duhet i bëjmë një test vetes, të jemi të vërtet me veten, mos gënje veten. Çfarë veprash kemi? Veprat e mishit, që i përmendëm më sipër, apo kemi frytet e Shpirtit të Shenjtë. Pra, nëse neve jemi të vërtet me veten, do të shikojmë atë çfarë na tregon vetja dhe do pozicionohemi. Sipas traditës ortodokse, veprat e mishit nuk mposhten vetëm me forcën e vullnetit, por në bashkëpunim të njeriu me hijen e Perëndisë. Krishti na thotë, pa mua nuk bëni dot asgjë. Etrit i shohin ato si plagë të shpirtit që kanë nevojë për shërim. Kto janë dhe të trashëguara, janë dhe të fituara. Dhe shërimi do ndërhyrjen e Perëndisë që vjen me anë të shpirtit të pendimit, por do dhe bashkëpunimin e njeriu dhe do që njeriu të përpiqet, pra është ajo mënyra asketike, ushtrimi që bëjmë në kish, që neve ta largojmë pasionin ose veprën e mishit. E para është njohja e sëmundjes shpirtërore. Shën Isak Siriani thotë, ai që ka parë mëkatet e veta është më i madh se ai që sheh ëngjëj. Është shumë e rëndësishme kjo të dashur të krishterë, sepse shpeshherë ne krijojmë një imazh virtual të gabuar për veten, sepse jemi hipokrit me veten, edhe na vjen ndonjëherë turp dhe frikë ta njohim veten. Por duhet kemi guxim dhe të përpiqemi ta njohim veten ashtu siç jemi. Ta pranojmë veten ata që jemi. Dhe ashtu si një i sëmur ndërgjegjësohet për sëmundjen, dhe sa më shumë ndërgjegjësohet më serioz bëhet dhe aq më shpejt kërkon mjekun, e njëjta gjë është dhe me veprat e mishit ose me mëkatet e pasionet. Kur ne i konstatojmë ato, nuk duhet jemi indiferent, sepse mëkati është një sëmundje vdekjepruese, një kancer i shpirtit dhe i trupit. Prandaj, hapi i parë është të mos justifikojmë pasionet tona, por të pranojmë me përurësi. Do me thënë, jam zëmërak, jam ziliqar, jam i pamoralshëm, imoral, ose jam robi një dëshire. Dhe të tjera pasione vepra mishi që ne i përmendëm. Dhe pastaj, mbasi i konstatojmë që i kemi këto, i pranojmë vetes son, atëherë duhet ja themi dhe Perëndisë. Por jo vetëm Perëndisë, por ne duhet të shkojmë atje ku është spitali që na ka lënë Zoti. Spitali është kisha. Kisha është një spital ku ne shkojmë, tregojmë plagët dhe mëkateve tona. Dhe atëherë ndodh diagnostikimi në kishë dhe shërimi nëpërmjet misterëve të kishës që bëhen me anë të klerit dhe të gjithë atyre që ka vënë Zoti në kishë në shërbim të popullit Perëndisë. Duhet pra një pendim i sinqert. Pendimi nuk është vetëm një trishtim për pasojat e mëkatit, por kthim tek Perëndia, siç u kthye dhe djali plankprishës, Shënjangu i Arti thot, pendimi është ilaç që shkatron mëkatin. Mos u dëshpëro, sepse nuk ka plagë që të mos e shëroj mëshira e Zotit. Edhe nëse bie shumë erë, njeriu duhet të ngrihet përsëri. Por nuk mjafton vetëm pendimi, por duhet të kryejmë misteret e kishës. Për mëkatet që i kemi bërë para pagëzimit, ose mirë them para pagëzimit, to falen me pagëzimin. Me anë të misterit të pagëzimit, njeriu t'i falen gjitha mëkatet, zerrohet nga mëkatet, fillon një jetë e re dhe mbushet me Shpirtin e Shenjtë. Por
për mëkate të cilat bëhen mbas pagëzimit, atëherë duhet patjetër misteri pendim rrëfimit. Dhe rrëfimi është shumë i sinqert, është shumë i rëndësishëm, është si them pagëzimi i dytë. Kështu që një rrëfim i sinqert është sikur pagëzohesh për herë të dytë. Shën Nikolli Magjuriti shkruan, ashtu si plaga e fshehur qelbëzohet dhe mëkati i fshehur rëndon shpirtin. Shpesh herë neve nuk i rrëfejmë mëkatet tona, sepse mendojmë sikur Zoti nuk i ka parë, por ai që ka bërë syrin nuk mund të shohë, ai që ka bërë veshin nuk mund të dëgjojë, patjetër. Ai shikon, dëgjon të gjitha mendime, fjalë dhe veprimet tona. Por ndoshta kemi dhe turp përpara njerëzve, sepse si mund të shprehemi përpara tyre kur ata kanë një mendim tjetër për ne. Por Perëndia nuk e la misterin e pendim rrëfimit e angjit që nuk e njohin mëkat. E la tek apostujt, dhe apostujt e lan tek kisha, dhe kisha tek njerëzit që zgjidhen, pra të jetë të rrëfyes, të cilët dhe ata janë njerëz, dhe të cilët dhe ata janë mëkatar. Kështu që ne po shkojmë jo thjesht tek njerëzit të cilët nuk e njohin mëkatin, po shkojmë te njerëz të cilët ata kanë mëkate dhe e njohin mëkatin që të na pranojnë dhe të sillen me dëmshuri me ne dhe të na japin ilaçet e dur sipas hirit të Shpirtit të Shenjtë, sipas kanoneve kishtare, po dhe sipas përvojës tyre. Prandaj në kishën tonë ortodokse jo çdo prift mund të zgjidhet një atë rrëfys, por zgjidhen njerëz të cilët kanë si them një përvojë shpirtërore. Pastaj neve duhet ta rrëfejmë mëkatin, se kjo është shumë e rëndësishme. Rrëfimi i mëkatit fillon është ajo si shërimi ose pastrimi nga plaga. Pastaj kemi diçka tjetër, përveç rrëfimit, kemi kungimin. Çfarë është kungimi? Marrim trupin dhe gjakun e Krishtit për ndjesën e mëkateve. Shumë e rëndësishme. Ne nuk shkojmë të kungohemi se jemi të pamëkatshëm. Ne kemi mëkate pra shkojmë të kungohemi. Dhe këtu po flasim për mëkatet të cilat i kemi rrëfyer tek ati shpirtëror dhe pastaj ati shpirtëror na çon tek kungata dhe kungata është ilaçi që e shëron plagën e mëkatit. Por kemi edhe diçka tjetër, kemi lutjen e vazhdueshme. Lutja e vazhdueshme për shembull aty që në qiell, fali mëkatet tona si ne i falim fajtorët tanë, është për faljen e mëkateve, ose lutja Zoti Jezu Krisht biri Perëndis, mëshiron mua mëkatarin. Shën Grigor Pallamaj mëson se emri i Krishtit pastron zemrën dhe ndriçon mendjen. Kemi edhe mjetet që na nxisin në pendim dhe për të konstatuar mëkatin, që është kreshmimi, agjërimi. Agjërimi nuk është vetëm ndryshimi i ushqimeve, dietave ose kreshmimi, por disiplina e dëshirave, e pasioneve. Prandaj, kur ne kreshmojmë ose agjërojmë, nuk do thotë thjesht mos ham disa ushqime që në vetvete nuk janë të këqija, janë të mira, kur merrem falënderim, por ne ndalojmë abstenojmë disa ushqim bashkëtazore në produkte për t'i thënë jo dëshirave dhe pasioneve tona. Dhe gjatë kohës së kreshmës, siç jemi dhe tani në kohën e kreshmës të apostujve, ne ndërgjegjësojmë për mëkate dhe patjetër duhet të kryejmë misterin e pendim rrëfimit. Prandaj, këtë ndihmon kreshmimi dhe agjërimi. Shën Vasili ma thot, kreshmimi dhe agjërimi është nëna e dilirësisë dhe mësuesi i vetë përmbajtjes. Dobëson pasionet dhe forcon shpirtin. Por kemi dhe tjetër, du bëjmë dhe një luftë kundër mendimeve. E thamë dhe përsërisim. Si pasetre të shkretirës, mësojmë se mëkati fillon me mendim, thamë. Shën Pajisi ma thot, vrit e gjarprin sa është në vezë. Pra, këtu e ka fjalën jo për gjarprin, për zbaranikun, por ka për mendimin mëkatar që të vjen. Mos bisedo me mendimin e keq. Largohej me njëherë me lutje dhe me kujtimin e Perëndis dhe do shpëtosh nga mendimi i keq. Ndryshe, po e le mendimin e keq, ai do të helmoj. Nëse ajo fara që po gjithë i teren mbin, pasaj bëhet një bima, bëhet një pemë dhe është e vështirë ta shkulësh. Prandaj, etrit këshillojnë çdo pasioni të luftohet me virtutin përkatës. Kundër kurvërisë kemi dlirësinë, kundër lakmisë kemi bujarinë, kundër zemërimit kemi butësinë, kundër smirës gëzimin për të mirën e tjetrit, kundër krenarisë porosinë, kundër dejes vetëpërmbajtjen. Prandaj, duhet edhe të kemi dhe durim dhe mos dëshpërohemi. Shiko, ne jemi të smur që nuk shërohemi për njerë. Ka një proces, prandaj duhet edhe durimi. E tha dhe Zoti, lumë ata që do durojnë deri në fund, se ata do shpëtojnë. Shën Antoni i Madh thoshte dhe këshillonte tek murgjit, bjerë ngriu, bjerë përsëri, ngriu përsëri. Pra kjo është jeta shpirtërore. Nuk është gjithmonë një kurb që ngrihet vetëm për lart, por është një kurb që ngrihet
Çështja është që Perëndia na gjej të ngritur. Shërimi thamë është një proces i gjatë. Disa pasione dobësohen shpejt, të tjera kërkojnë vite, madje deri në fund të jetës dhe kërkohet durim i madh. Por të kemi dhe dashuri për Zotin, dhe dashuria për Zotin na nxit të mos mëkatojmë dhe të mos ushqejmë pasionet tona, por dhe dashuri për të afërmin. Dashuria për të afërmin mbulon një shumicë mëkatesh, na thot apostull Petro në letrën e tij. Dhe dashuria për të afërmin nuk është retorik, është një veprim, përdallimi, jep, ndihmo të tjerë dhe Perëndia do të ndihmojë dhe do të mbulojë shumë mëkatet tua. Sa shumë njeriu bashkohet me Krishtin dhe mëson të dojë Perëndin dhe të afërmin me një dashuri konkrete, aq më shumë veprat e mishit e humbasin fuqinë e tyre. Shën Porfir Kafso Kaliviti përmbledh këtë rrugë me këto fjalë: Mos luftoni drejt për drejt errësirën. Hapni dritaren që të hyjë dritë. Le të hyjë Krishti në shpirtin tuaj dhe errësira do të largohet vetvetiu. Pra bëj të mirën dhe e keqja largohet. Prandaj shërimi nga veprat e mishit nuk është thjesht të mos bësh të keqen, por të lejosh Krishtin të jetojë në ty, derisa fryti i Shpirtit të Shenjtë të zërë vendin e pasioneve. Por le të flasim edhe në fund të bisedës sonë çfarë ndodh me ata që mbeten në veprat e mishit. Nuk duan t'i largojnë, nuk duan të ndryshojnë. Apostulli është i qartë, ata që bëjnë të tilla nuk duhet të trashëgojnë mbretërinë e Perëndisë. Pra, ata që bëjnë dhe mbeten në të tilla nuk do të hyjnë në mbretërinë e Perëndisë, mos të gënjejnë veten tonë. Por etrit e kishës bëjnë një dallim të rëndësishëm, ndryshe është të luftosh kundër një pasioni dhe ndryshe është të biesh nga dobësia dhe dëshira jote në një mëkat ose në një pasion. Ka disa pasione të cilat ne i kemi të trashëguara ose ndikojnë tek neve dhe pa dëshirën tonë. Kjo është lufta me pasionet. Në momentin që ne luftojmë dhe nuk nështrohemi, atëherë Zoti do na përkrahë dhe do na kurorëzojë si në ushtarët në një betejë. Por çështja është ku ne kërkojmë vetë pasionin, e ushqejmë pasionin, i nështrohemi pasionit. Atëherë tregojnë që ne kapitullojmë, dorëzohemi dhe humbasim. Nëse njeriu mbetet pa pendim te veprat e mishit, pra sipas shkrimit, si përmendëm, zemra ngurtësohet, ndërgjegja errësohet, njeriu largohet gjithnjë më shumë nga Perëndia, humbet shijen për lutjen dhe jetën shpirtërore dhe vdes në këtë gjendje, pra mbetet i tillë, ai rrezikon të humbas përjetësisht shpirtin dhe të jetë i përjashtuar nga mbretëria e Perëndisë. Shën Jangu i Arti thot, nuk është mëkati që na humbet, por qëndrimi në mëkat pa pendim, ai sjell humbjen. Krishti nuk na dënon pse mëkatojmë, po pse nuk pendohemi, pse nuk ndryshojmë. Të dashur të krishterë, Perëndia nuk do që askush të vuaj, as djalli, as demonët, aq më tepër njerëzit. Por ferri u krijua nga rënja e djallit dhe demonëve. Dhe fatkeqësisht, ferri që është për djallin dhe për demonët, bëhet dhe banesë mundimi dhe për njerëzit. Por Perëndia nuk e do këtë. Por çështja është se ata që janë në ferr, nuk është se i ka dërguar Perëndia në ferr. Perëndia nuk dënon me vuajtje ferrit, se Perëndia është dashuri, por ata dënojnë veten e tyre, pra i krijojnë vetes tyre këtë mundim. Siç thotë Shën Isak Siriani, ata që ndeshkohen në ferr, ndeshkohen nga kamzhiku i dashurisë. Perëndia dashuron, por ata në ferr nuk e duan Perëndin, i rin kundra dhe kjo rezistencë bëhet mundim për ta. Prandaj në qoftë se ne mbajmë veprat e mishit dhe nuk përpiqemi të ndryshojmë dhe të zëvendësojmë me frytet e Shpirtit Shenjtë, dashuri, gëzim, paqe, zemërgjërsi, ëmbëlsi, mirësi, besim, vetëmbajtje, atëherë ne i bëjmë një të keqe shumë të madhe vetes tonë. Fatkeqësisht ne shkojmë në ferr dhe do mundohemi me djallin dhe demonët. Kjo është një humbje katastrofike që njeriu më mirë mos kishte lindur fare. Prandaj duhet ta mendojmë këtë. Do mendojmë se ferri është realisht një vend mundimi, jo i krijuar nga Perëndia, por nga mëkati, pasojë e mëkatit. Prandaj Shën Silvanoi u këshillua nga Krishti, mbaje mendjen në ferr por mos u dëshpëro. Asnjëherë nuk mos mendojmë se jemi të shpëtuar, aleluja, boll që besojmë, aleluja. Kjo është një gënjeshtër e djallit, sepse besimi pa vepra është i vdekur, thot apostulli Jakovi. Edhe djalli beson, thot. Çfarë ndryshimi keti nga djalli? Vetëm se beson se ekziston Zoti. Dyshimi është që besojmë dhe i bindemi Zotit. Ndryshe nga djalli që i beson Zotin, madje më shumë se ne, por nuk i bindet.
Prandaj, duhet të bëjmë një luftë të vazhdueshme me mëkatet e pasionet. Kjo mund të jetë gjatë gjithë jetës sonë, ashtu si Perëndia shikon, dhe varet edhe nga sinergjia, nga përpjekja jonë, por duhet të kërkojmë gjithmonë Perëndin dhe kishën e Zotit, njerëzit e Zotit, dhe çdo gjë është e mundur. Shën Dorotheu i Gaz thotë, mos u habit kur bie, habitu vetëm nëse nuk ngrihesh. Do me thënë, të gjithë kemi mundësi të ngrihemi. Zoti e ka dhënë mundësinë. Ai nuk erdhi për të drejtët, erdhi për mëkatarët, nuk erdhi për të shëruar, erdhi për të sëmurët. Kështu që ne jemi mëkatarë, ne jemi të sëmurë me veprat e mishit. Prandaj ne kemi mundësi të shërohemi, të shenjtërohemi, të shpëtojmë, e të bëjmë pjesëtar të mbretërisë së Perëndisë, bashkë qytetar me ëngjëjt dhe me shenjtorët. Prandaj, sipas mësimit ortodoks, nëse njeriu mbetet me vetëdije dhe pa pendim në veprat e mishit deri në fund të jetës, ai rrezikon të mos trashëgojë siç tha mbretërinë e Perëndisë dhe të humbasë përjetësisht në ferr, por se nëse lufton, pendohet dhe kthehet te Krishti, mëshira e Perëndisë është e madhe, se çdo mëkat. Perëndia nuk do vdekjen e mëkatarit, por do të kthehet nga ulla, të mbetet e të jetojë. Mendoj që këtu dhe ta mbyllim dhe bisedën tonë, por të takuar në takimin e ardhshëm. Deri atëherë, mirupafshim.